Tani, çuditën, dhe ndërkohë që dëgjoja gjitha habit madhe, 11.5% në Tiranë. Wow, thonë. Po s'ka ndodhur kur më përpara, fillojnë analizat. Dhe merdi në mendje, thash, në fakt, edhe kur vendosën të krijonin partinë Mundësia, ndërkohë që ne punonim, ashtu me vështirësi, një grup i vogël, këta komentonin, këta bënin analizat, thoshin na mbytën partitë e reja. Ndërkohë që ne propozonim programin ton, nxorëm kandidatët ton, nxorëm vizionin ton, planin ton, këta bënin analiza, thonin, jo, po ja fut kot agroni, nuk bëhet, nuk mund të ulen shpenzimet dhe shpërdorimet e buxhetit të shtetit, nuk bëhet, nuk mund të ulen përgjysmohen taksat, nuk bëhet, nuk mund të adoptojmë euron si e ka Kosova, si e ka Malizi, nuk bëhet. Ndërkohë që ne punojmë, këta komentojnë, këta japin mend, dhe ndërkohë që këta japin mend, një ditë të bukur zgjohen e thonë, ue, sa shumë që janë rritur, si është e mundur që janë mbi 10% Tiranë? Tani, kjo s'është gjë fare, se këta do çuditen në datën 12 maj, aty do çuditen, dhe disa prej tyre do vënë duar në kokë, do thonë si është e mundur, si nuk i pam. Shqiptarët duan ndryshimin dhe do votojnë për ndryshimin. Ndryshimi është një proces, nuk vjen nga dita në ditë, dhe ne jemi të vetëdijshëm për këtë. Dhe prandaj që ditën e parë kam thënë, projekti ynë politik është një projekt afatgjatë. Zgjedhjet e ardhshme, ne do nxjerrim të paktën një grup parlamentar, të paktën, po këtë e thosha deri para disa muajsh, kur pash sondazhet e fundit, tani më duke se do të rrisim edhe pritshmëritë. Në fillim ishim një grup i vogël, pastaj kur bëm themelimin, konventën e themelimit Partisë Mundësia, dhe aty filluan të çuditeshin, dhe gradualisht nga disa dhjetra u bëm disa qindra, pastaj disa mira, tani jemi mbi 100.000 në gjithë Shqipërinë.